sot dhe kemi një temë që e kemi përzgjedh. A, ke muj me po? Po, e kom po edhe isha të përcjell dhe kom po temën. Unë mendoj se çdo njeri pa marrë parasysh pozitën apo punën që e kryen, kemi gabime, bojna gabime, edhe është nder i madh, edhe burrni, edhe trimni, edhe me kërku falje, edhe me fal. Nuk është vështirë asnjëna as tjetra, se njerëz jemi pa bo gabime, është e pamundshme, por është ndërgjegje jashtëzakonisht e madhe me korrigju vetveten, edhe në qoftë se e shef se ke bu një gabim pa qëllim, apo me qëllim, me ngacmu dikën me fjalë apo me diçka, është burrni edhe trimni, më shku me ashtrat dorën dhe me kërku falje, për atë gest pa marrë parasysh a ka qenë i qëllimshëm apo ka qenë rastësisht i pa qëllimshëm, është nder, po edhe me fal, ai që ta ka bo një gabim, edhe të kërkon falje, unë mendoj se është ndërgjegje edhe burrnore në dy aspektet, edhe gjinisë femnore edhe mashkullore, me jashtri dorën edhe me fal. Të lumt të drejt. Unë mendoj kështu. Mbështes plotësisht mendimin tuaj. Unë mendoj kështu, gjithkush e ka mendimin e vet, ju përshëndes e kalofshi mirë. Faleminderit shumë Idriz, a kena një dëshirë muzikore o Idriz? Po, dëshira jam është, unë kom të regu folklorin pëlqen, qëfar do që të lëshajsh, unë e pëlqej. Nëse e gjinë ndërkohë diçka prej folklorit, se pak e ronë për menxes. Kemi pas dja krejt. Shkurgjë shprish pun, gjdo kongë shqiptare e pëlqej edhe e përkaj. Faleminderit shumë Idriz. Idriz të përshëndes, ditë mbar.